Përsa Allah në Koran kur fol për veten e tij, për shembull në krijimin e tij dhe të tjera, e përmend me ne. Ne ju kemi krijuar, ne zbritëm Kur'anin të tjera. Kjo pyetje shpesh përsëritet, edhe mirë po, qëllimi pse Allah përdor paraemrin në shumës, pra paraemrin në veten e parë shumës, është nga se Kurani ka zbrit në gjuhën arabe. Edhe gjuha arabe tani ka disa rregulla. Dhe prej rregullave është se kur dikush ka fol për veten e tij në superlativ, pra me madhëru veten e tij, e ka fol në shumës. Pra, kështu për shembull mbretërit kur e kanë pushtuar një vend, ka thonë ne e pushtuam atë vend, ne e shliruam atë vend. Realisht, domthonë ai nuk e ka shliruar vetë, e ka shliruar me ushtrinë e tij. Edhe Allah subhanahu wa taala pra ka zbrit Kur'anin në bazë të këtyre rregullave gjuhës arabe, për me tregu madhështinë e tij, madhërinë e tij. Allah subhanahu wa taala ka folë në shumës, ka thonë ne. E nga njëherë për qëllim pra është Allahu me melekët e tij. Pra Allahu me melekët e tij, cilët punojnë me urdhën e Allahut, pra që Allah i ka urdhëruar për shembull me shku me marr shpirtin dikujt. Ja Allah thot ma nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ne jemi më afër atij se sa ju, po ju nuk shihni. Po ai që është në agoninë e vdekjes. Më afër ti është për qëllim melekt, cilët kanë shkuar me urdhën e Allahut me marr shpirtin atij. Edhe ndonë ai të ngjashme kur Allah flet ose thot ne, është për qëllim melekt, cilët kanë shkuar me urdhën e Allahut, nga sa ata zbatojnë pra urdhën e Allahut subhanallahu.